Do në kohë duket pak, pra kur flasim për një muaj punë, janë 30 ditë. Por po ashtu, sikur se e dim, është një periudhë e rëndësishme në jetën tonë, në jetën e kryeqytetit, dhe në atë që ne punojmë e aftësohem, mendoj në kohën që vjen. Unë me një herë filloj me një falënderim për Prishtinën, për strukturat e Aleancës së Prishtinë, për gjithë kolegët që kanë ndihmu që Aleanca të arrijë në këtë ditë. Kam pas nderin edhe të përcjell punën e juaj, edhe të marr pjesë në punën e juaj së bashku në Prishtinë, në vendbanime të Prishtinës, dhe aty vetë edhe unë kam mësuar gjatë punës juaj, di më shumë për Prishtinën se sa që kam ditë më parë. Pashtu gjatë kësaj pune, duke qenë me ju, unë kam pas se sa shumë qytetarë të Prishtinës janë të aftësuar, dinë për Prishtinën, edhe janë gatshëm të bojnë për Prishtinën. Do thotë kam pa njerëz që kanë kualitete, që kanë ekspertizë profesionale, që njohin lokacionin ku jetojnë, që njohin njerëz dhe që njohin temën. Por më e mira se kësaj është fakti se shumica e tyre sot janë pjesë e Aleancës në Prishtinë dhe janë struktura që do të udhëheqin në Aleancën dhe me Prishtinën tani. Pse është mirë gjithë kjo që kanë ndodhur? Kuptohet për me i dhanë kualitet qeverisjes, spari edhe më rëndësi është faktori njeri, kualiteti i tij. Njerëz që kanë ekspertizë, por që kanë pasion, që kanë vullnet, dhe që janë besnik të obligimeve që i marrin. Unë po e shoh se kjo po ndodh në Prishtinë çdo ditë. Ne në analizën tonë se si të mbajmë përgjegjësitë tona në nivel nacional dhe për Prishtinën, kuptohet se na është dashur të marrim vendime, jo të lehta. Vendime që kanë bëjnë me vazhdimit. Në tërë të analizë, në tërë përgatitjet që kemi bërë për Prishtinën, ne kemi ardhur te një koleg, pra jemi përcaktuar për një koleg. Kolegu ynë është Besnik Tahiri. Disa herë kam pas mundësinë që të bashkëbisedojmë edhe të shpjegojmë argumentet pse. Por më lejoni edhe herë ti përsëris. Kolegu ynë Besnik Tahiri, gjatë gjithë periudhës angazhimi, ose gjatë gjithë kohës është angazhuar për interesin e publikut, për interesin e qytetarëve, në përgjegjësitë që ka pas, ka qenë i përgjegjshëm dhe i suksesshëm. Pra, vlerësimi për punën e tij, përgjegjësitë që ka marrë, asnjëherë s'ka dalë negativ. Çdo herë ka qenë pozitiv, edhe çdo herë jemi lavdëruar me punën e tij. Fati i ynë edhe besoj qytetarëve të Prishtinës është se ka aftësim profesional që lidhet direkt me temën, me qeverisjen komunale, me pushtetin lokal. Ka përvoja të vendit dhe atyre ndërkombëtare. Pra ka një ekspertizë të lartë, të nevojshme për temën, për përgjegjësinë, për punën që na pret. Unë e shfrytëzoj rastin me thënë dy fjalë për zhvillimet politike në vend, në nivel të Kosovës, në nivel nacional, për implikimet e politikave tona në rrugën tonë të mateme si vend dhe për përgjegjësitë që kemi. Rrugën tonë deri këtu të Kosovës gjithë e dinë, por po ashtu e dinë se çfarë na pret. Kosova me gjithë njohjen që ka marrë, me gjithë pozicionimin më të mirë në region, me gjithë antarësimin në misione të caktuara monetare, prapë ka shumë rrugë para vetes. Kosova është në domosdoshmëri, në nevojë të madhe me hap dyert e organizatave, të organizmave, të institucioneve ndërkombëtare. Pra ka nevojë, ka domosdoshmëri, në rast se kjo nuk ndodh me një ritëm të caktuar, ne vetë izolohem dhe vetë me njanohem nga harta e zhvillimeve. Qofshin ato politike me rëndësi për shtetin tonë, qofshin ato të sigurisë, po qofshin edhe ekonomike, për cilat ne kemi shumë nevojë në vend. Andaj, çdo forcë politike e nivelit nacional është obliguar dhe ban përgjegjësi me ndihmu Kosovën në avancimin e pozicionit të saj, pa pozicionit të Kosovës, qoftë në region, qoftë në partneritet me mekanizma e institucione ndërkombëtare, por dhe në aspektin bilateral me qeveri e me popullin. Ne nga njëherë kujtojmë se të tjerët na kanë borxh. E ne na ndodhet që mendojmë se edhe ndihma që na është dhënë na ka takuar. Por mos harrojmë bota edhe ne e kemi një shprehje në
popull thojmë duhen dy, çdo herë për një miqësi, duhen dy për një partneritet. Edhe ne duhet me dhënë provimin tonë me përgjegjësinë më të madhe për këtë partneritet. Nuk është i garantuar partneriteti, nuk janë garantuara marrëdhëniet e mira, nuk është i garantuar ose cili do obligim i marrën më herët, prapë i kërkon dy me mbaj. Dhe nëse njëri e thën, kuptohet se tjetri lirohet për obligimeve. Andaj ju besoj e dini saktë çka po ju them, aleanca duhet sillet shumë e përgjegjshme. Në Kosovë që të mbajmë këtë përgjegjësi që është me rëndësi me avancu pozicion e Kosovës në region, mekanizma ndërkombëtar, me aftësu Kosovën për integrim BE, marrëveshja e asesimit stabilizimit është një sukses për Kosovën, ne e dimë që na pret shumë punë dhe nikosisht me rujt marrëdhënie bilaterale me qeveri dhe popull. Kur Kosova nuk i ndihmon vetes, nëse bjen pozicion të ofendimit vlerave të tjerëve. Nuk ka qenë tradita jona asnjëherë si popull, por nuk është edhe interes nacional i yni që të ofendojmë vlerat të tjerëve. Pra, mbajmë përgjegjësi në territorin tonë, për sjelljen tonë. Në rrugën e Shqipër, ne duhet të sillemi pashtu edhe të jemi të përgjegjshëm për qeverisjen tonë. E fola aspekti nacional, interesin strategjik, përgjegjësinë që duhet ta mbajmë. Por pashtu subjekti politik, aleanca, ka përgjegjësi me u ballafaqu veten, qytetarin e vendit, me i ballafaqu institucionin me realitetin, me kualitetet që ndodhin në vend. E vlerësimi ynë është që qeverisja e udhëhequr nga zoti Thaçi është një kualitet të dobët. Kjo qeveri ka dashur me arrit sukses, me kriju vlerë të re në shumë sektor të jetës sonë. Jo vetëm kaq, ne mendojmë se gjatë kësaj qeverisje në shumë sektor ka regres. Do thotë kemi shku prapa në disa drejtime. Duke qenë se ashtu, aleanca i bën nder vendit, i bën nder demokracisë, në aftësimin e vet të brendshëm, që me mujt me i dhanë Kosovës një zhvillim të ri i qeverisjes, zhvillim i cili krijon vlerë të re qeverisje. Kur flas për vlerën e re qeverisje, mendoj edhe në planin e jashtëm, e të përgjegjësitë e Kosovës, në atë që thash më herët, por po ashtu në rëndësi të madhe është çka do të ndodhë me jetën tonë, si do ta kemi rendin e ligjit në vend. A do ta bazojmë ne punën e rendit të ligjit vetëm partner ndërkombëtar e pastaj tankohem si ka qenë dikur me jalon fajin tjetër, apo ne vetë do t'i marrim përgjegjësinë në vend për analizë që është vendi ynë. A do t'i kushtohemi e zhvillimit ekonomik seriozisht, e të bëjmë një ofertë serioze, një ofertë që është e plotë, që ka përfshi çdo aspekt që kërkohet që të kemi edhe partnerën ekonomik, që të kemi investime në vend, që të mobilizojmë sipërmarrësit e vendit, që ata vetë zhvillohen, por po ashtu edhe të fitojmë partnerë të rinj ekonomik. Kjo ofertë duhet me kanë liruar prej barrierave korruptive, kjo ofertë duhet të jetë transparente, duhet të jetë e qëndrueshme, nuk guxon të ndryshuar për ditë, dhe kushdo që vjen në vendin tonë duhet ta ketë qartë se cili është partneri i tij, edhe si do të zhvillohen marrëdhëniet e tyre në partneritet në ekonomi. Fola edhe kam shumë për me thonë për çdo sektor, por nuk po hy. Kjo që po flas, kjo nuk bëhet me identifiku individ, me identifiku struktura cërtu, por kjo bëhet me zhvillu aleanca përgjegjësitë e veta që i bën dhe me vazhdu demokracinë e brendshme, por edhe me dhënë vendit qeverisje kualitative. Nuk duhet t'i përzijmë asnjëherë interesin nacional. Mos harroni asnjëherë as për inatit dikuj, sepse në atë mënyrë ne ndalim vetëm, por nuk duhet të harrojmë besën, fjalën që i kemi dhënë qytetarëve tonë, që do të jemi pa kompromis për çdo fenomen, për çdo zhvillim negativ qeverisjes në vendin tonë. Duhet ta zhvillojmë këtë zotësi të brendshme. Në këtë frym, gjatë gjithë aktivitetit tonë, ne s'kemi si pa e dhonë mendimin tonë për akterët politik. Unë kam shpjegu PDK-n, që një parti shumë e aftë e zhvilluar me aftësi shtesë ose kisha thënë edhe jo të lishme me anë pushtet. Rasti i manipulimit me vota që ka ndodhur në zgjedhjet e shkuara. Por po ashtu një subjekt politik i cili ardhen në pushtet e mendon si arritje dhe nuk e ka kuptuar si nisje. Se ardhen në pushtet, dita kur i merr përgjegjësitë është nisja. Nga ajo ditë duhet fillon krijimi i vlerës re, rritja e vendit, rritja e gjithë drejtimeve të jetës sonë, pra të ndodhë një rritje. Ata kanë mungu me bëhte, për këtë do t'i gjykon votuesi. Kur vjen dita, detyra jonë është me ia shpjegoj qytetarit tonë se kjo është e vërtetë. Unë kur flas për LDK-n, i mendoj si një organizatë politike me trashëgimi shumë të çmuar, me rrugë gjatë e të lavdishme,
për cilën edhe ne mburremi e për etapat që kanë kalu. Por në ditën e sotme i shoh si njerëz që mundohen me konsolidu trashëgimin, por që nuk krijojnë vlerën e re. Çdo person në përgjithësi, çdo qytetar, përfshi edhe gjenerat, ku ndrohen gjeneratat, prej prindit të fëmija, ai që vjen e ka për obligim krijimin e vlerës së re. Nëse nuk krijohet vlera e re, nuk mjafton tradita, nuk mjafton historia, nuk mjafton asgjë, nuk e përmbush kërkesën e qytetarëve. Edhe po u menaxhu si duhet trashëgimia. Nëse krijohet vlera e re, sidomos në Kosovë që është një Kosovë dinamike me shumë probleme, me shumë tema, me kërkesa të mëdha, me papunësi të mëdha, me gjendje sociale të fortë, duhet krijimi i vlerës së re. Disa herë ku kam folë për vetëvendosje, unë jam pajtu me ta për vrejtjet që kanë bo ata, për temat që kanë bojnë me jetën e qytetarëve, me kualitetin qeverisjes, me korrupsionin, me identifikimin e fenomeneve të këqija në vend. Edhe shumicën e kohës kam thënë edhe publikisht se kjo është e mirë, duhet të ketë një shoqëri dinamike që identifikon të keqen. Por po ju them, në këtë identifikim të keqes dhe në këtë shërbim që u kanë bërë qytetarëve të vendit, edhe vendit, ata kanë shku në një rrugë gabume, ku të gjithë të kredit që e kanë kriju në të tema, këtë respekt nga njerëzit, kanë fillu me keqpërdorë, jo në interesat qytetarëve të vendit më, por me kriju pengesa vendit, qytetarëve të vendit dhe perspektives vendit. Ata që kanë vedije, ata që kanë njohuri për politikën, të gjithë e shohin se ky drejtim është i gabuar. Ju bëj thirrje që të ndalen në drejtim të gabuar, në veprime të gabuara, në veprime dëmshme. Nëse dëshirojnë me ndihmu vendin, dhe ti fokusohen, dhe ti targetojnë ato tema për cilat gjithë ne kemi nevojë, e që janë fenomenet e këqija në vend, dukurit negative në vend, kualitetin qeverisjes. Por mos shkojnë në rrugë gabume me pengu Kosovën në hapat e vet. 13 vjet qytetarë, ne nuk shkojmë veri, ju e dini. Mund shkojmë, por e dini se është ajo e shkume. 13 vjet në veri nuk ka jurisdiksion të Kosovës, nuk ka ligjet të Kosovës, ka pjesën, asnjëherë s'kemi hek dorë, se ajo pjesë është Kosovë, por ju dini nuk ka ndodhur zbatimi. Pas 13 vjetë, kur ne nuk kemi pas ndonjë instrument caktuar, edhe po të përdorej ndonjë instrument i rendit dhe i ligjit për në veri, prap do të kishte pasoja, edhe prap do të pasonte shtet ndërtimi. Edhe kur përdoret forca ligjore, mos harroni është përdor forca ligjore gjithkund botë. Ju e dini ata që dinë për misione paqësore, si rasti i Kosovës në 99. Ndërpreja e luftës nuk e ka zgjedhur çdo gjë. Ka filluar procesi i ndërtimit i tranzicion shumë i rëndë. Ne na është ofruar ky tranzicion, pra shtet ndërtimi në veri, pa pas nevojë mu ballafaqu me veprimet paraprake që do të ishin tepër të vëmshme, e të vështira, e ndoshta edhe dëmshme për Kosovën. Duke qenë se ashtu, logjika, mos me leju Kosovës, mos me leju parlamentarëve, mos me leju qytetarëve të vendit, me nis shtrijen e jurisdiksionit në një pjesë territorit vet, është total gabim. Në kualitetin e një marrëveshje mund bisedojmë mjaftueshëm. Në temat saj mund kemi vrejtje të mjaftueshme, por ta pengojsh vendin tonë që të fillon zbatimin e një progresi i cili nuk ka ndodhur deri sot, në kohën ku ne s'kemi instrumente atjera, ose nuk jemi të aftësuar për mënyra tjera me shtrijen e jurisdiksionit, është gabim. Aleanca është besnike në këtë proces, Aleanca do ta shtyjë këtë proces, Aleanca e din se ku ka me mri ky proces, e ka ditë prej fillimit kur I kemi dhënë mbështetjen. E falenderoj zotin Shala për angazhimin e tij, për me dhënë kualitet të këtij procesi. Ne kemi ditë se ky proces është I ndihshëm, ne dimë edhe sot, ne dimë se ka tmeta, por nuk kemi hek dorë me dhënë për krajën tonë deri në sukses. Meqense se ky proces po fillon, zbatimi do të jetë I rëndësishëm. Ligji për amnesti ose përmend, nuk ka ligj për amnesti që nuk mund të jepsh mendime tjera, ose nuk mund të vendos kualitete të reja, ose çdo ekspert mund të më jap shpjegime se si një çështje kish pasur zgjidhje ndryshme, por mos harroni ky ligj për amnesti e shënon ngjarje të mëdha për Kosovën. Ditën kur hyn fuqi, ky ligj thotë kështu: na falni për deri sot, tash tutje jemi në dorë t'juaj. Kush e ka kuptuar këtë, diçka po I mungon. Ka disa pengesa me marr vesh këtë. Për këtë, a dini pse bëhet ligji për amnesti? Bëhet me I dhënë mundësi nga dita ne dikuj me qenë I ligjshëm. Kush janë ata dikushi? Janë ata njerëz që ne s'kemi mujt mua zbatu ligjin deri tani. A është në mirën tonë me fillu një ditë ne? Unë çdo herë edhe në qeverisje, edhe në jetë, edhe në punë, e mendoj tepër të rëndësishme ditën ne. Ajo ditë ne po vjen. Në e mbylla për situatën nacionale, Aleanca po punon me kriju vlerë të re, qeverisje, me qenë përgjegjshme në planin e interesave nacional, me qenë pa kompromis
zhvillimet qeverisë në vend, e ka obligim ndaj qytetarëve, e ka obligim ndaj programit vet, e ka obligim ndaj vetdijes politike, cilën e kemi kultivu me vite. Të gjithë ne që jemi bashku, me i përfaqësu edhe i përcaktu në këto vlera, besoni kemi me underu me kohën. Ka pas momente e situata kur na kanë kritiku në mënyra ndryshme, ka pas momente e situata kur kanë bosh shpifje nga më ndryshme për ne, por po ashtu e vërteta është konfirmu para qytetarëve, para njerëzve tonë, keni besim në vërtetë. Ju ftoj në periudhën që po vjen se ne të takohem, besoj pas një muaj, prapë ky është vend pune, ju do të realizoni punën e ju. Ju ftoj që trajtojmë së bashku deri në takimin e ardhshëm të punës, por bashkë së bashku deri në fitoren për Prishtinën. Njerëz për me e arrit një fitore kuptohet ju nevojitet shumë. Unë e di se nuk është situatë e lehtë. E dim që Aleanca është parti opozitare në Prishtinë, parti opozitare në vend. Por me gjithatë mos harroni, çdo herë ka ndodhur ose dikur ka ndodhur ndryshimi nga pozita në opozit. Ne pozicionojmë këtë ndryshim, pra për ata ju lutem t'i runi energjitë e juaja, pasionin e juaj dhe punojmë së bashku. Faleminderit shumë. Faleminderit, zotja Radinaj. Aleanca për Prishtinën është angazhuar në faktorizimin e qytetarëve të Prishtinës përmes dhënies hapësirë vlerave profesionale, kulturore dhe inovative përmes një konkurrence ferme. Ne do t'ju japim hapësirë të gjithë qytetarëve të Prishtinës, të cilët me potencialin e tyre mund të ofrojnë kontribut për përmirësimin e jetës në Prishtinë dhe për rrjedhoj krijimin e parakushteve për zhvillim ekonomik dhe gjenerim punësimi. Gjithashtu pa përjashtim hapësirat institucionale dhe publike duhet t'i kthehen qytetarëve, sepse ato para së gjithash janë në shërbim të tyre. Qytetarët e Prishtinës duhet të trajtohen në mënyrë të barabartë, duke ju dhënë hapësirë dhe duke zhdukur njëherë e përgjithmonë hendekun pushtet qytetarë. Tani të nderuar të pranishëm, pra njush ftoj për një fjalë rasti nën kryetarin e Aleancës për Armërinë e Kosovës, zotin Blerim Shala. Ky vit do të jetë shumë i rëndësishëm për Prishtinën, për Kosovën, për të gjithë qytetarët e saj. Po shihet që në javët dhe muajt e ardhshëm do të marrin vesh se atë të ndodhë integrimi i veriut të Kosovës, a do të merr kohë procesi i integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian, dhe a do t'i kthehet integriteti i politikës kosovare duke organizuar zgjedhje të lira dhe demokratike me 3 nëntor. Në përmbushjen e 3 këtyre detyrave kryesore të shtetit të Kosovës, kemi pra të bëjmë me çështjet e interesit nacional, nuk mund të ketë hamendje, hezitim, huti, lodhje, prapakthim dhe dështime. Ky vend është lodh me dështime. Qytetari i Kosovës dëshiron të ashet të kryer temën e veriut, të fuqizuar rrugëtimin tonë ka Brukseli, të garantuar votin e tij në zgjedhjet e ardhshme lokale. AK dhe lideri Sara Haradinaj e kanë bërë të qartë që janë dhe të mbesin hisedar në përmbushjen e këtyre 3 qëllimeve kyçe gjatë këtij viti. AK është parti shtendërtuese, do të jetë gjithmonë e tillë, kudo që të jetë në opozitë sot e në qeveri nesër, sepse nuk mund të jesh opozit ndaj Republikës së Kosovës dhe ndaj interesave jetëk të saj. Nuk mund të jesh as asnjënës indiferent dhe së fundit inferior ndaj sprovave me të cilat ballafaqohet Republika e Kosovës. Republika e Kosovës është shumë më tepër se sa një mandat qeverisës, një koalicion qeveritar, një apo dhe më shumë parti, një vend me çfarëdo përbërje që ka. Fatkeqësisht tek ne akoma nuk po arrihet të veçohet shteti për një pushteti cilë do qoftë ai. Nuk po arrihet të kuptohet që nuk bën me asnjë çmim të rrezikohet shteti i Kosovës për shkak të rrethanave ditore politike apo për shkak të përplasjeve politike të gjitha llojeve. Nuk po mirët vesh që nuk ka në Kosovë dhe në botën demokratike të drejtë për ta bërë të drejtën, të vërtetën, të mirën, ligjin pronë të një subjekti politik. Këti shteti e gjithashtu këti qyteti Prishtinës, kryeqytetit të Republikës së Kosovës, i duhet përkushtimi, puna dhe mbi të gjitha përgjegjësia e politikanëve të vendit.
e jo përbuzja, pështymja dhe poshtrimi tyre. Këti shteti, e po ashtu Prishtinës, i duhet politikani që është modest, që është në shërbim të qytetarëve, që i di mirë interesat dhe llogaritë e këtij shteti dhe këtij shteti. Në Prishtinë, AK, e prin nga Besnik Tahiri, kryetari i Degës dhe kandidati i Aleancës për kryetar të kryeqytetit, ka nisur rrugtimin për zgjedhjet lokale të nëntorit, duke qenë fare pranë qytetarit të saj, duke parë se çfarë është mendimi i tij për jetën e vet në Prishtinë, për nevojat që ka si individ, si familje, për dëshirat e tij. Politika e mirë bëhet pikërisht në këtë mënyrë. Rrëfimi si vjetëm zgjedhor për Prishtinën nuk do të mund të jetë ndryshe pos këtij që po krijon tani AK në bashkëpunim me qytetarët e saj. Prishtinës i duhet një qeverisje që mbi të gjitha respekton qytetarët e saj dhe përmbur dëshirat e tyre, të cilat bashkohen në një konkludim të vetëm. Prishtina duhet të jetë qytet që jeton dhe funksionon 24 orë në ditë, as më pak dhe as më shumë. Këtë synim e ka Aleanca në Prishtinë. Ju prifte mbara. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Shola. Aleanca sot është shumë më fuqishme se sa që ishte vite më parë. Jemi bërë adresa e parë e shumë njerëzve të rinj, të cilët janë bashkuar vizionit tonë. Ne i kuptojmë brengat dhe shqetësimet e qytetarëve. Qytetarët janë ngopur me këtë qeverisje. Ndryshimi fillon me besimin që ju na dhat për të rrugtuar së bashku. Nga komunikimi drejt për drejt me qytetarët e Prishtinës, diskutimet me ta, me profesionist, nxënës, artist, sportist, efermer, dhe si rezultati i shqetësimit, brengave dhe para së gjithash shpresa për një të ardhme ndryshe, ne, Aleanca për Prishtinë, jemi dedikuar që të angazhohemi në sjellje të një fryme dhe praktike të re qeverisje, e cila angazhohet në përmirësimin e cilësisë së jetës, në përmirësimin e shërbimeve, në ndërtimin e një infrastrukture moderne dhe funksionale dhe në gjenerimin e zhvillimit ekonomik e social. Të nderuar bashkëqytetarë, ne gjendemi tani në një udhkryq. Para nesh ka dy rrugë dhe ne duhet të zgjedhim njërin prej tyre. Njëra rrugë na kthen tek politika e vjetër, tek politika ndasive, akuzave, konfliktit, rrugë kjo e cila na ka lënë në të njëjtin vend për 13 vjet. Dhe rruga tjetër udhëheq drejt mundësisë, shpresës, progresit dhe dijes, ku në qendër jeni ju të nderuar bashkëqytetarë, dhe zgjidhjet e problemeve tuaja drejt zgjidhjeve të mëdha për Prishtinën. Ndryshimi fillon me përkrajen që ju na dhat për të rrugtuar së bashku. Ftoj pranë jush prisjen e Aleancës për Prishtinën, zotin Besnik Tahiri të marrë fjalën. Të nderuar nënkryetar, zoti Shala, zoti Isufi, i nderuar miku im dhe miku i Kosovës, General Steven Shuk, të nderuar anëtar të kryesisë, të nderuar partner partive politike, kemi këtu edhe kryetarin e LDD-s të komunës Prishtinës, zoti Plana, pastaj kemi të PSHDK-s, zoti Thaçi, të iniciativave qytetare me cilët kam biseduar, zoti Beqiri e shumë të tjerë, shumë të respektuar delegatë këtij kuvendi, anëtar, simpatizant dhe njerëz që sot keni ardhur na dëgjoni, njerëz që në fakt nuk e kanë ende një libresë, njerëz që ende nuk e kanë një identitet politik. Mirë se keni ardhur, na keni nderuar me prezencën tuaj. Më lejoni që në këtë fjalën time të parë, për shkak se unë do ta kem edhe një fjalë ku do të raportoj para kuvendit për punën që e kemi bërë bashkërisht. Radhë parë të shprehi një mirënjohje dhe një vlerësim më të thellë, më të sinqert dhe më të vërtet për njerëz të cilët që nga nisja e Aleancës për Prishtinën me 23 shkurt kanë qenë njerëz devotshëm, kanë qenë aktivist të dedikuar dhe kanë krijuar një strukturë e cila i ka 59 deg, një strukturë e cila jam i bindur do të krijon
fitoren tonë të shumë pritur dhe triumfin në Prishtinë. Andaj faleminderit shumë për kolegët e mi që janë këtu në ndegve, për bashkëpunëtorët e mi profesional dhe për strukturën që udhëheq Prishtina. Padyshim që është e pamundshme që në një fjalim të këtij të mos thuhen disa fjalë për ata që janë themel, që janë bazë, për ata të cilët asnjëherë nuk janë përkull dhe në fakt nuk janë lodhur me këtë sfidat që i kemi pas si Aleancë në Prishtinë. Për njerëz që janë krah Ramush Haradinaj dhe krah Aleancës që nga themelimi i saj, strukturë e cila nuk është e vjetër, fakt është strukturë e cila i ka siguru dhe i ka vërtetu prezencën në Prishtinë. Ka shumë prej tyre që më kanë përkrahur që nga vitën e parë, që ndoshta edhe janë më të mirë se unë, po cilët janë rrështu në këtë rrugtim përfitore. Andaj dua që t'i falenderoj edhe kolegët e mi, po shoh Rexhen, po shoh Padrilin, po shoh Zentien, po shoh shumë të cilët domethënë janë. Po s'muj pa i thonë, s'muj pa i theksu shumicën e juve që nuk po du mi ju thonë ngrit në dorën që janë 3, të cilët në fakt kanë pas hezitimet mëdha për të antarësuar në një parti dhe për të qenë pjesë e një identiteti politik. Andaj i falenderoj po ashtu të gjithë ata, të rinj dhe të reja, që janë bashkuar në rrugtimin tonë dhe të cilët janë mbështetja kryesore në avancimin dhe në ngritjen e Aleancës për Prishtinë. Më lëni tash që në këtë pjesë parë të fjalimit të ndaj me juve 2 momente. Dhe këto momente janë të reflektojmë pak mbi atë se çka është Prishtina sot dhe në fakt cili është vizioni jonë për shku për parë. E tha dhe kryetari Haradinaj, e tha dhe nën kryetari Shala. Ne për gjatë këtyre 4 muajve, çdo ditë kemi qenë në komunikim me lagje, me lokalitete, me njerëz, me profesionistë për të pa dhe për të lidhur strukturën që po e krijojmë me njerëzit e këtij qyteti. Konstatimi ynë vazhdon të jetë ai që e kemi thonë edhe në kuvendin e punës. Është ka ndodhur devalvimi i faktorit njeri në Prishtinë, është ka ndodhur injorimi i kapacitetit të njerëzve profesionistë, që kanë jashtëzakonisht shumë me i dhonë, jo vetëm Prishtinës, po edhe Kosovës, të cilët nuk janë kyç këto 13 vite në Prishtinë, nuk janë angazhu vetëm për arsye se s'kan dashur të jenë pjesë e një angazhimi, pjesë e një entiteti politik. Kjo është të njohurive. E kemi një kapacitet të madh në Prishtinë që mund të jetë jo vetëm funksion të zhvillimit të Prishtinës, po të jetë në funksion të zhvillimit edhe të Kosovës. Andaj ne jemi duke punu me grupet e ekspertëve, me sektor ton veç që sa më shumë njerëz të përfshim në përpilimin e programit që ne e kemi. E dyta, çdo kund ku kemi shku, fatkeqësisht kemi debatu dhe kemi komunikuar me qytetarë për çështje të faktin banal, për shërbime elementare që duhet të bëjnë për ujë, për menaxhim të turinave, për trotuar, për siguri rrugë, për parking e kështu me radhë. Mos harroni, komuna e Prishtinës është komuna që ka më shumë buxhet. Dhe është komuna që më pak të shpenzon buxhetin e vet gjatë gjithë analizës që kemi bërë buxhet. Kjo është pafalshme. Kjo është problem dhe megjithatë, kjo është shkelje e besimit marrë nga vetë banorët e Prishtinës. Ajo që dua të them në 2 elemente tjera që ndërlidhen me aspektin urban. Jemi duke u ballafaqur me një kaos urbanistik dhe mbi gjitha jemi duke i marrë peng edhe pezull një numër të madh të qytetarëve për shkak se s'kemi guxim me marrë vendime. S'kemi guxim me thonë, ai që e ka shtëpinë në tokë vet, që e ka ndërtuar një ndërtesë s'pengon askënd, duhet me u legalizu, dhe duhet me e punu. Nuk e kemi këtë guxim. Kemi guxim me u sill rreth e rrotull, me diskutu për probleme, po jo për të marrë vendime, për me ja ushtru frymen njerëzve për me punu e për me u zhvillu. Kjo në qeverisën tonë nuk do ndodhë. Ne do të legalizojmë çdo pronë, çdo shtëpi e cila është në tokë vetëm nuk pengon. Nuk do ta lëmë popullin, qytetarin e Prishtinës pezull për të prit me muaj, me vite tërë për një përkushtim dhe për një vendosmëri me i thonë jo apo po. Po jemi të marrë pezull një numër të madh banorëve të Prishtinës. Sfundi në aspektin e evidentimit dhe të analizës gjendjes Prishtinë. Ndërlidhet me zhvillimin ekonomik lokal dhe me punësimin. Kudo që të shkojmë,
takojmë thash njerëz me cilësi me kapacitete. Me cilin do që folim për punësim, njerëz ankohen se nuk kanë akses. Njerëz ankohen se nuk kanë mundësi të gjejnë një vend pune në një vend, në një qytet i cili ka më shumë të mundësi, i cili ka më shumë të qarkullim, i cili ka më shumë të burime financiare për me kriju vendet punës. Kjo është e papranueshme. Kjo ndodh për shkak se besimi në Prishtinë është marrë vetëm për shkak të trashëgimisë që e foli kryetari, dhe jo mbi bazat e punës dhe jo mbi bazën e rezultateve. Në këtë kuptim jemi duke punu shumë seriozisht për të krijuar një plan punësimi, i cili që në vitin e parë do të gjeneron mbi 2000 vende të punës dhe tutje 3 sektor kryesor, ai i ekonomisë në Prishtinë, i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, i bujqësisë rreth fshatrave dhe mbi gjitha i turizmit që lidhet në zonën e Gollakut, të gjeneroj vit për vit me mija vende të punës. Për arsye se kjo është ajo që ai duhet qytetarit Prishtinës dhe kjo është përgjigja më e mirë për besimin që ne jemi duke e marrë. 2 fjalë për vizionin. Vizioni ynë bazohet në 3 elemente kyçe. Në radhë parë jemi hi hakikat, jemi hi për interes qytetarëve, jemi hi për Zotin me bën një punë ndershme, me bën një punë të mirë, me bën një angazhim i cili i adreson këto çështje që i kemi thënë. E dyta bazohet në një program të detajuar. Ne nuk po bëjmë fushat, ne në fakt po i marrim idetë konkrete, lagje për lagje, sektor për sektor. Po i ngojmë profesionistët më të mirë që i ka Prishtina për me mujtë me dhënë një ofertë e cila arrin me ndryshu dhe me gjeneru një zhvillim në këtë qytet. Dhe mbi gjitha këtë e bazojmë juve në njerëz të cilët i ka pas, në njerëz të cilët po vinë që kanë kapacitet profesional, që kanë kapacitet etik, e mbi gjitha që dojnë edhe njohin këtë qytet. Andaj, duke qenë se ky është koncepti ynë fitues, ju them se fitoria jonë nuk do të jetë fitoria e ekipit që ne e përfaqësojmë, por do të jetë fitoria e vetë qytetarit Prishtinës. Në fakt, arritja në destinacion si kryetari i komunës, i Besnik Tahirit, e ekipit tim, nuk është arritja ime, e familjes time, e rrethit tim, po është arritja e secilit qytetar, a jetojnë në qendër, a jetojnë në periferi, a jetojnë në fshat. Andaj, ju ftoj të ruftojnë së bashku, ju ftoj që të njëherë për gjithmonë të ndëshkojmë një politikë e cila s'ka qenë funksion qytetit, po fakt ka qenë funksion të interesit ngushtë. Faleminderit, Zoti më postë beson, Zoti më postë.